Për plot 10 ditë, e gjithë zona juglindore e Shqipërisë u bllokua. Rruga nacionale, pjesë e segmentit Librash-Prenjas u shemb në vendin e quajtur Arat e Gurës, ndërkohë që autoritetet e demontuan urën, çka paralizoi tërësisht kalimin e automjeteve. Edhe pse kanë kaluar tashmë 3 javë, qarkullimi bëhet përmes një bypassi të hapur në rrugën paralele, një zgjidhje provizore e improvisuar me emergjencë. Në gjithë këtë periudhë, opinioni u bombardua me informacion dhe autoritetet u munduan të tregojnë të shqetësuar për skandalin, i cili nuk është thjesht e shembja e një rruge, sepse rrugët kombëtare, por edhe ato dytësore që lidhin këtë zonë me pjesën tjetër të vendit po shkërmoqen dita ditës, duke dëshmuar një të vërtetë të hidhur që shumë kanë zgjedhur të mos e shohin, vjedhjen që është bërë parave të shtetit me veprat publike. Por më mirë t'i listojmë për të kuptuar peshën e dëmit që i është shkaktuar buxhetit të shtetit. Pra, xhepave tanë. Shembja e aksit kombëtar Librasht-Prenjas është vetëm një nga rrugët e dëmtuara të ndërtuara gjatë këtyre viteve. Kohët e fundit, bllokimi ose lëvizja me një korsi në segmentin e sapo përfunduar Qukës Qafpllot ka qenë e përjafshme. Dëmtime ka patur edhe në rrugën Boboshtic-Dardh, Lozhan Maliq-Strelc, por edhe te pista e sapo përfunduar e automotoparkut. Paralizimi 1/4 të popullsisë që jeton në zonën e juglindjes, por edhe rrugëve tregtare që aksesohen nga bizneset përmes pikave doganore të Qafthanës dhe atyre të Kapshticës, ka sjell një situatë kaotike. Dhe më e keqja është që nuk ka një datë se kur mund të marrë zgjidhje përfundimtare. Mos harrojmë se këto shëmbje janë ato që kanë bllokuar juglindjen, ndaj nuk po numërojmë bllokimin e tunelit të Murrizit, çarjet dhe rrëshqitjet e dherave në atë të Skërficës, dëmtimet që ka rruga e sapo dorëzuar Thuman-Kashar, gropat në autostradën Tiranë-Durrës e shumë akse të tjera, shumica të sapo ndërtuara. Dhe këtu ndalemi tek një tjetër problem. Mungesa e përgatitjes institucionale për fatkeqësi natyrore është tashmë një realitet i pranuar. Për tërmetin, ndihma erdhi nga vendet fqinj dhe jo nga agjencitë shqiptare. Gjatë pandemisë, sërish vaksinat erdhën nga vendet partnere, ndërsa kurimi për shumicën e atyre që patën simptoma të rënda dhe mundësi financiare ishte jashtë shtetit. Edhe në rastin e zjarreve, helikopteret që shuajnë flakët na vijnë sërish nga fqinjët si ndihmë. Ndaj, pyetja që shtrojmë është kjo: shëmbja e urës së Dragostunjës ishte fatkeqësi natyrore? Rruga u shemb, por jo për shkaqe të lëvizjeve sismike apo të përmbytjeve, sepse fundjavën që rruga u mbyll nuk ka patur asnjë pikë shi. Arsyeja mund të jetë vërtet për shkaqe natyrore, siç kanë thënë edhe autoritetet, por një fakt është i pamohueshëm. Shëmbja dhe bllokimi i juglindjes mund të ishte shmangur nëse institucionet do të kishin bërë detyrën, sepse të gjithë jemi të qartë se nuk ndodhi asnjë emergjencë si pasojë e goditjeve të fatkeqësive natyrore ditën e bllokimit të rrugës. Tani le të analizojmë shkaqet që janë dhënë për shëmbjen e rrugës dhe pikpyetjet që ne i bëjmë konstatimeve të autoriteteve publike. Në një konferencë për shtyp, kreu i autoritetit rrugor shqiptar, kreu i shërbimit gjeologjik dhe kreu i agjencisë emergjencave civile dhanë si arsye erozionin e shkaktuar në lumin Shkumbim për shkak të rreshjeve të pazakonta të shiut që kanë rënë në këtë periudhë. Nga analiza e kryer, rezulton se shkaku kryesor i kësaj situate mbetet ndikimi i rreshjeve intensive dhe të shtrirura në kohë gjatë, erozioni lumor, si dhe saturimi i masivit të tokës, gjë që ka çuar në një rrëshqitje masive aktive dhe pamundësi për ndërhyrjet me njëhershme derisa të merren rezultatet e raportit gjeologjik. Në Dragostinj, si pasojë e rreshjeve të dëndura të shiut dhe rritjes së lumit Shkumbin, kemi pasur problematika të shtuara në këtë kilometër. Ata përjashtuan kategorikisht që rrëshqitjet në atë zonë të kenë ndodhur për shkak të punimeve paralele në aksin e ri Elbasan, Librasht, Qaftan. Rruga e re nuk ka një lidhje të drejtë për drejtë ose nuk ka asnjë fakt shkencor që ta lidhë rrugën e re. Ne kemi shumë të qartë dhe të bindur si autoritet që rrëshqitja vjen nga poshtë dhe eskalon në një efekt domino duke u ngjitur sipër, kështu që nuk do e lidha fare aksin e ri rrugor të korridorit 8 me problemin e hasur. Madje u përjashtua edhe mundësia e rrëshqitjeve të tokës si pasojë e gryerjes së lumit nga kompanitë e licencuara për të marrë inerte. Unë vazhdoj ta përgënjeshtroj që fenomeni të ketë ndodhur për shkak të marrjes së inerteve, pasi ka pasur një kontroll nga ana e Inspektoratit Kombëtar të IKMT-s, të Mbrojtjes së Territorit, i cili ka verifikuar gjithë dokumentacionin dhe aty nuk ka asnjë lloj shkelje nga ana e kontraktorit të ngarkuar me punimet. Por askush nuk ju përgjigj pyetjeve. A kishin ndjeni për rrëshqitjet që po ndodhnin në këtë zonë? Cilat janë masat që janë marrë gjatë kohës kur u konstatuan këto problematika? Dhe pse duhet të degradonte situata deri në shëmbjen e rrugës, duke e bërë segmentin tërësisht të pakalueshëm? ARSH funksionon në bazë të ligjit për autoritetin rrugor shqiptar dhe vendimit të Këshillit të Ministrave dhe nuk ka përgjegjësi vetëm mirëmbajtjen e rrugëve. Autoriteti rrugor shqiptar krijon dhe mirëmban sistemin për administrimin e rrugëve shtetërore dhe të urave, krijon qendrat e menaxhimit elektronik të trafikut dhe miraton statusin e tyre.
Për të mirëmbajtur rrugët kombëtare, vitet e fundit autoriteti rrugor ka shpenzuar 10 milion euro që të lidh kontrata me kompanitë të cilat punojnë për të garantuar standardet e sigurisë rrugore. Vetëm përmes projektit të Bankës Botërore për mirëmbajtjen e rrugëve në bazë të performancës dhe rritjen e sigurisë, nga viti 2015 janë disbursuar 80 milion dollar kredi, ndërsa një tjetër fond i dhënë si huaj but, po nga Banka Botërore, është ai i riabilitimit të urave, projekt me vlerë 100.7 milion euro, por që nuk shërbeu për të përforcuar apo rikonstruktuar urën e Dragostunjës, e cila pas shëmbjes, me një vendim emergjent të Këshillit Teknik të Autoritetit Rrugor u demontua. Në total, për gjatë 2 viteve të fundit, Autoriteti Rrugor ka lidhur 8 kontrata me vlerë 12 milion euro për mirëmbajtjen me performancë të akseve rrugore të rrugëve kombëtare të ndara sipas rajoneve. Madje për këto kontrata janë paguar edhe kompani që i mbikëqyrin punët që bëjnë. Por askush nuk arriti që të identifikojë në kohë rëshqitjet që po ndodhin në aksin Librasht-Prenjas. Të dhënat për nisjen e rëshqitjeve janë konstatuar që në dhjetor të vitit 2025, këtë e deklaroi vetë kreu i shërbimit gjeologjik gjatë inspektimit që u bë në këtë aks me kryeministrin Edi Rama. Nga viti 2022 deri në vitin 2025 janë çdo vit 20 deri në 25 rëshqitje në këtë zonë. Vetëm nga dhjetori i 2025-s deri në shkurt të 2026 janë 120. Vetëm në zonën e Librashtit, në këtë zonë që po flasim, janë gati 60. Atëherë, përse masat u morën kur u shemb rruga dhe jo më parë? Qoftë për ta riparuar, qoftë edhe për të hapur korsinë e emergjencës, e cila po përdoret edhe sot si zgjidhje provizore. Zoti Kozeli, mirëmëngjes. Brarti nga emisioni Piranja. Po trajtojmë pak këtë çështjen e shëmbjes së rrugës në aksin Librasht-Prenjas. Ju kur e konstatuat që kishte rëshqitje dhe rruga do filloi të shembe? Në më shku. Ju bët fajtor rreshet e shiut, por në ato kohë që u mbyll rruga aksi, nuk pati rreshe shiu, ka patur më përpara, arsye domethënë kanë që rreshet e shiut më përpara? Po pra janë shirat që kanë rënë gjatë sezonit dimrit. Po pse nuk morët masa që më përpara nëse kishte shumë shira? Po çfarë masash mund të merrim ne për shirat? Unë se di se nuk jam i fushës. Duke qenë se ka shumë shira, mund të logjikohet që nga shirat mund të ndodhin rrëshqitje. Le, merr disa masa, apo nuk merren. Nuk merren edhe nëse ti je sheh që ka shumë. Ti ne thjesht ishim në monitorim të vazhdueshëm aty dhe reagum besoj në kohën më të mirë të mundshme. Mënyra më e mirë e mundshme ishte që të shembej rruga dhe të bllokohej tërësisht qarkullimi për 2 javë? Duke qenë se po e pranoni që rreshe ka patur shumë, duke qenë se keni pranuar ju kreu i shërbimit gjeologjik që ajo njihet si zonë problematike. Prandaj po insistoj te kjo pyetje, domethënë që duke e ditur që është zonë problematike, duke parë shumë rreshje, ishte e pamundur nga institucioni juaj dhe shërbimi gjeologjik që të merrshin masa paraprake. Po pamundur, por se nuk kishim si të reagonim, se çdo lloj maze do paraqykohej. Pse po e bën këtë masë kur nuk ka dhënë efekt? Edhe ne ndodhem në shpesh në pozita që nuk dimë të reagojmë proaktiv apo retroaktiv, sepse paraqykohet ato lëvizje që ne bëjmë. Ndërkohë thash ne po mbani në monitorim. Natyrisht ne nuk ka asaj lutum kur që na të shkonin në shëmbjen që shkuam. Ne nuk jemi ekspert, por mund të themi se masat që mund të merreshin janë të shumta. Që te ulja e numrit të qarkullimit të mjeteve të rënda, ose nisja e punimeve për hapjen e një rruge paralele, siç ishte zgjidhja e përkohshme që u ofrua por pas bllokimit të rrugës për ditë me radhë. Po nga kompania që është mbikëqyrse në atë zonë, keni pasur raportime? Patjetër, raportimet janë të rregullt. Po ata vetë çfarë masash kanë marrë? Pas para shëmbjes. Sa kishit raportime? Po patjetër. Morën masa apo qëndrojnë të përgjigja që masas merren? Gjithmonë edhe supervizori konstaton. Janë raporte mujore detajore që vijnë gjithmonë nga supervizori. Për gjithë akset që janë në mirëmbajtje, për përsëris që nuk është se nuk kishim informacion. Po kishim çfarë. Pyetja që ne shtrojmë është kjo: përse paguajnë mirëmbajtësit e rrugës, supervizorët, punonjësit e autoritetit rrugor dhe shërbimit gjeologjik, që vetëm të konstatojnë që ka rrëshqitje, pa marrë masa parandaluese, pa ofruar zgjidhje përpara se të kemi bllokim të rrugës, por duhet që të ndodhë shëmbja e rrugës që më pas të punojnë për zgjidhje? Nuk e prisni të shëmbjen. Jo, shëmbjen jo. Por ja që ndodhi, dhe jo për shkak të dukurive natyrore javën e shëmbjes. Ndaj, këtu aftësia e punonjësve apo gjithë zinxhirit monitorues të akseve rrugore duket se pranohet dhe nga vetë autoritetet, që nuk është më e mira. Si është sot situata në aksin Librasht-Prenjas? Shumë stabil. Ne presim që këto ditë nëse nuk do bjerë më asë rreshe, që nuk kam parë nga parashikimet, nuk ka, ne do bëjmë edhe asfaltimin në atij segmenti, kështu që aty trafiku do zgjidhet shumë shpejt. Flasim nesër pas nesër.